Parku arkeologjik i Apollonis, Muzeu i Bankës së Shqipërisë dhe Qendra Muzeore e Durrës kanë prezantuar ekspozitën fotografike mbi aspektet më të spikatura të zhvillimeve arkeologjike, tregtare dhe ekonomike të dy qyteteve antike, Apollonis dhe Dyrahut, një histori e rrëfyer përmes monedave që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Monedha në këto qytete është e lidhur me financimin e veprimeve ushtarake, është e lidhur me luftën. Stateri pritej për të paguar mercenare dhe për të financuar veprimet ushtarake. Më pas drahmja u pre për tregtin, sepse u zhvilluan dhe qytetet e tjera ilire, u krijuan tregjet rajonale dhe për këtë arsye priten më shumë monedha, zhvillohet më shumë tregtia dhe kemi më shumë qarkullim monetar. Prerja e monedave daton që në shekujt e 7 dhe të 6 para erës sonë në Dyra dhe Apolloni, duke dëshmuar për një zhvillim të fortë ekonomik të këtyre vendeve në atë periudhë. Ishte një monedhë shumë e fortë dhe kjo vazhdoi të mbete një monedhë e fortë edhe në periudhën kur gjithë territori i Ilirisë kthehet në një domen të perandorisë romake, qyteti i Apollonis mbetet fri dhe i pavarur, ndryshe nga të gjitha qytetet e tjera që kthehen në koloni dhe vazhdojnë akoma të përdorin monedhën e tyre brenda territorit me shkëmbimet që kishin, pavarësisht se monedha kryesore në atë kohë ishte ajo romake. Çelja e një ekspozite të tillë në Parkun Arkeologjik të Apollonis ka për synim tërheqjen e vizitorëve dhe njohjen e tyre me zhvillimin në kohën ilire, monedat e të cilëve janë gjetur edhe në vende të tjera si në Maqedoninë e Lashtë, Itali, Greqi, Azinë e Vogël dhe Egjipt.